Unë jam Hengame Haxhi Hasan, infermiere në spitalin Sina, dhe jam arrestuar në vitin 1981 për mbështetje të organizatës së Mujahedinëve. Kam kaluar 3 vjet në burgun e Evin dhe Dezel Hesar. Në sy të regjimit klerik, grave në thelb u mungon përgjegjësia e lëre maftësia për të rezistuar ose për të thënë jo. Kjo është arsyeja pse gratë që ishin anëtare ose mbështetëse të Mujahedinëve dhe grupeve të tjera politike ju nënshtruan torturave më të rënda. داوود رحمانی جلاد و همراه با لاجوردی قصاب در Një nga torturat që u bë në burgun e Gezel Hesarit nga Brutali Rahmani, së bashku me kasapin Laxhevardi, ishte kafazi. Unë personalisht i durova të merret e këtyre kafazeve për gati 8 muaj. Kafazi ishte një përvojë e tmerrshme, sepse na detyroi të qëndronim ulur në një kuti të vogël 50 cm. Na ndalohej të flisnim, të ndalohej të shtriheshim, të na ndalohej lëvizja, madje edhe të flinim. Ne u detyruam të uleshim me sy mbyllur për periudha të gjata pa as edhe një paraqitje të shkurtër drite, një botë errësire dhe heshtjej. Qëllimi i tyre ishte të thyenin vullnetet tona dhe të na detyronin në tradhti. Me gjithë torturat, siç e përmenda, shumë prej nesh i përballuam këto kushte me rezistencë të palëkundur, duke u bërë simboli i dështimit të regjimit. همونطور که گفتم خیلی از بچه‌ها با مقاومت بسیار بالا عامل شکست. Ne i detyruam gjelatët si Davud Rahmani dhe Laxhevardi kasapin të përkuleshin në humbje. Në vitin 1988, pothuajse të gjitha gratë që ishin me mua në ato kafaze u ekzekutua. Midis tyre ishte Shekar Mohammadzadeh, shoqja ime e dashur, e cila duroi 7 vite të gjata torturash në reparte të ndryshme. Nga infermieria në lagjen 350, në njësinë rezidenciale ku ajo kaloi 14 muaj. Torturat në këto njësi ishin jashtëzakonisht mizore dhe të papërshkrueshme. بعد از اون اکرم بهادر بود که اون رو هم Pastaj ishte Akram Bahadur, i cili si Shekari u var në të njëjtin vit tragjik të 1988. Mallko këtë regjim që i trajtoi në këtë mënyrë gratë e guximshme dhe rezistente të Iranit, duke i dërguar në trekëmbësh.